Edhe pse zyrtarisht nuk jemi në sezonin e plazhit, një qytetar i është drejtuar redaksisë Son për të denoncuar llumin që ka mbuluar Bregdetin e Durrësit. Sipas denoncuesit, prej disa ditësh Bregdeti është ndotur, pasi atje po hidhen mbeturina pa kriter nga persona të paidentifikuar. Nga pamjet mund të shihet se në breg të detit janë hedhur qese plastike me mbetje ushqimore, por edhe rroba. Për ditë me radhë, plerat kanë mbetur aty pa u pastruar, duke ndotur mjedisin. Situata bëhet edhe më problematike për gjatë pedonale së zonës së plazhit, ku mungojnë plotësisht kazanët e plerave, duke mos u dhënë qytetarëve asnjë mundësi për të hedhur mbeturinat në mënyrë të rregullt. Kjo situatë kërkon ndërhyrje nga instancat e pastrimit në Durrës, ndërkohë që e rëndësishme është edhe vendosja e kazanëve të mbeturinave. Qytetari që dërgon pamjet shkruan: Përshëndetje, ju lutem publikojini këto 2 video nga plazhi i Durrësit, pasi nga persona të ndryshëm hidhen mbeturina pranë detit dhe për disa ditë nuk mblidhen nga punëtorët e bashkisë. Gjithashtu në të gjithë shëtitoren ose pedonale në zonën e plazhit nuk ekziston asnjë kazan plerash ose diku ku të hidhen mbeturinat. Kjo është e pafalshme.